Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së shigjetarit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Për kësaj radhe do i hapim një çik më ndryshe dhe herën tjetër prapë më ndryshe. Dhe kështu do vazhdojmë të dashur shigjetar. Faqe, mbreti i shkopive, 10 të monedhës, 7 të monedhës, kogja bukur. Ja që në ra kjo. Të fillojmë me, dhe po fillojmë nga që po filloni dhe ju, është faqe. Faqe të kupës. Faqe të kupës do të thotë lajme të mira, fillime të reja, nuk janë gjëra të mëdha, po që është një hap para. Është një faqe e parë e librit. Një libri të trashë, ta them kështu. Jo gjëra të mëdhaja, po flasim për këtu. Po këtu më japin më shumë. Jo gjëra të mëdhaja, po fillojmë diçka, po keni filluar diçka, dëshironi të filloni diçka plot ambicie. E ardhme e ndritur, e begat, dhe të ndryshme, ndryshen nga ajo që keni patur deri tani. Kjo është e fillimi vogël. Por këtu tregon për absolutisht për një të ardhme të ndritshme, të begatë dhe kogja ndryshe nga ajo. Është 10 të monedhës, që është përmbushje nga ana monetare. Shikoni rrënjët e drurit që tregon, mund të jetë trashëgimi të dashur shigjetar, mund të jetë të ardhurat të papritura, mund të jetë ku di unë, diçka rritje rroge, apo një fitim më i madh se që keni pritur, të papritura, por dhe në familje, do thot një prosperitet. Ky person është rehat, i sigurt, është gjitha. Dhe ky tjetri, shikoni, shtati kemi monedha ja që janë diçka nga ana e parave, ka ipur mbi një pem këtu që mbi një dru që është plot fruta, është plot lule, që është duke lulëzuar. Dhe kjo tregon që tash një ardhmë ndritur të dashur qytetar dhe plot begati, ndryshe nga ajo çfarë e keni patur deri tani. Por që jeni duke filluar nga diçka, mund të jetë punë e re, mund të jetë një martesë, mund të jetë një njohje e re, që do ju bëj sikur do ndryshoj dhe energjia e juaj për t'i parë gjërat më qartë, për t'i parë gjërat më ta them unë, shikoni këtu ku keni hipur dhe po shikoni gjërat, absolutisht, shpeshherë themi, jo po jam nuk kam mundësit gjithmonë janë aty, po mvaret ne si i shikojmë. Absolutisht, mundësit janë gjithmonë aty dhe këtë nuk më bind kush kurrë të kundërtën. Mundësit janë aty. Çfarë zgjedhim ne është tjetër gjë nga ato mundësi. Do të keni hipur lart në mënyrë metaforike gjithmonë, do të shikoni gjërat qartë. Si nga lart të shikoni gjithmonë tokën, të shikoni në detale gjërat. Dhe kjo do ju bëj që të gjeni nga kjo faqe të filloj diçka vërtet e bukur dhe që do ecë kogja me hapa të shpejt. Por deri aty, për të arritur, është qëndrueshmëria. Qëndrueshmëria është dhe durimi brenda në të, por që dhe konsistent në atë çfarë bëjmë. Se shpeshherë kur e duam, ja prit të shkoj një rrugë më të shkurtër, ja se s'ka lidhje, po sa arrita ktheve s'ta bëj këtë. Sikur duke shkuar dhe duke lëshuar veglat, në fund arrim me një pak gjë. Kjo është qëndrueshmëria juaj, nëse qëndroni besnik ndaj qëllimeve të juaja, ndaj synimeve të juaja, absolutisht do arrini aty ku dëshironi, nga që jeni duke filluar aty dhe tregon që çdo gjë do ndryshojë në favorin e juaj, por që duhet të jemi vërtet të qëndrojmë asaj, pa lënë apo nga shporta jon pa hequr as edhe një gjë, po pretendues dhe të qëndrueshëm. E dua dhe do ta arrij. Kjo, kështu më thot leximi juaj. Dhe absolutisht do të arrini, duke shikuar mundësitë, do t'i gjeni, duke dashur për t'i gjetur. Shpeshherë shikojmë ato që duam, jo ato që janë.